Të dashur shqiptar, gjuha shqipe është mut. Ky ka qenë filmi i fundit që do regjistroja unë në jetën time, por nuk ma mori mendja që do jetoja kaq gjatë dhe do bëja 1500 filma për gjuhën shqipe. Pra ky ishte filmi i fundit. Mirë po, kanë dalë fakte të reja për gjuhën shqipe, ka dalë që ilirët kanë folur dialektin epik. Çfarë është dialekti epik? Janë fjalë të gjetura në veprat e Homerit, Iliada dhe Odisea, ku mungojnë format e trajtës së shquar. Grekët e quajnë këtë gjuhë artificiale. E gjejon këtë gjuhë në të gjitha shkrimet në Iliri, në Varre, në Tempuj. Si e gjeta unë këtë gjë? Arkeologët francezë bëjnë zbulimin e një shkrimi në Dardani, dalin në televizion dhe ankohen që dardanët, nga që nuk dinin helenisht, shkruanin tekste me gabime gjuhësore. Dhe mendova thellë. Ore, si ka mundësi që të gjitha tekstet të jenë me gabime gjuhësore? Se mund të dali një, por të gjitha emrat e varreve, tempujve, zotave, emrat e qyteteve, në Dardani, në Shqipëri, në Dalmaci, në Hungari që ka qenë Panonia dikurshme, në Maqedoni, që të gjitha janë emra helen të përgjithshëm, është hequr forma e trajtës së shquar dhe janë bërë emra të veçantë. Merrni frymë thellë. Çdo emër në Iliri është grek, thjesht janë hequr format e trajtës së shquar. Francezët e quajnë këtë gjuhë pellazge, gjuhë pa kuptim. Helenët gjithashtu e quajnë gjuhë primordiale, gjuhë pellazge, pa kuptim. Gjuhë artificiale e kanë quajtur, lloj-lloj emrash i kanë vënë. Ilirëve ju kanë vënë nofkat më të tmerrshme, më të llahtarshme, sepse nuk e imagjinonin dot se si ilirët flisnin këtë gjuhë. Me gabime gjuhësore, është një helenishte e keqe. Dhe unë zbuloj emrin e qytetit Oricum i sotëm, që ka qenë Orikon, emër i gjinisë Asnjanse. Në fjalorin e Stefanosit të Bizantit thuhet që ky ka qenë liman dhe jo qytet në fillim, dhe gjithë zona në Vlorë quhet Orikia. Çdo thot Orikia është emër abstrakt i krijuar nga helenishtja. Orikos do thot i ri, ose si ora, si stina. Orës i thon orës në greqisht edhe stinës. Ishte perëndia e stinëve. Orikium. Gjithashtu perëndia e rinisë së përjetshme. Dhe është përmendur për herë të parë, sipas të gjitha dokumenteve greke, në vitin 425 para erës son, në veprën e poetit Aristofanos me titullin Akarnjanët, e pabesueshme. Aristofani ka jetuar në shekullin e 5 para erës son. Ndërkohë, 200 vjet më vonë, lind një poet i marë grek që quhet Lykofron, i cili thot që ilirët janë të ardhur nga Kaukazi, është ideja e tij. Dhe i thot që banorët e Orikiumit janë ilirë nga Kaukazi. Është e dokumentuar. Lykofron do thot ujk dinak, është sharje për këtë poet. Ka qenë poeti më i urryer në Greqi, sepse ai shkaktoi ndarjen e madhe midis ilirëve dhe helenëve. Në fakt, nuk ekziston një luftë midis ilirëve dhe helenëve asnjëherë dhe të gjithë nuk e kuptojnë. Përse? Po sepse ilirët dhe helenët janë vëllezër. Kemi parasysh që ilirët nuk janë shqiptar. Këtë do ta keni mirë parasysh në mendje, por nuk kam dashur t'ju a them që në fillim, për t'ju mos trishtuar shqiptarët. Ka fjalë ilire në Shqip, brindos i thon bririt, në ilirisht.
kokës së drerit më sakt. Dhe ndryshimi i vetëm midis ilirishtes dhe helenishtes është ky, zbulimi im. Në greqisht, kjo quhet ho brindos, ose brini, forma e trajtës së shquar. Dhe në ilirisht është brindos, pa formën e trajtës së shquar. Një lloj si në shqip bri. Siç qëndron fjala bri ndaj brinit në shqip, qëndron fjala brindos në ilirisht ndaj ho brindos në greqisht. Pra është e njëjta gjuhë. Thjesht në ilirisht hiqen format e trajtës së shquar. Për grekët kjo është e pakuptimt, e paimagjinueshme. Emri Orikion në ilirisht është në greqisht to orikon, e dokumentuar në veprën e Aristofanit. Thjesht ilirët kanë marrë emrin e shpikur nga Aristofani, sepse është neologjizëm, do thotë rini e përjetshme në greqisht. I kanë hequr formën e trajtës së shquar to dhe ka lindur emri Orikumit. Dhe Orikia quhet e gjithë zona e Vlorës, rini e përjetshme. Është perëndia e rinisë së përjetshme. Ka mundësi që fjala Orikios, gjinia mashkullore, të jetë origjina e fjalës i ri në shqip. Sepse shqiptarët i shkurtojnë fjalët. Amicus në mik, medicus në mjek, kabalus në kal. Shqiptarët janë bërë monosilabik. Është e tmerrshme, po kjo ka ndodhur me trurin e shqiptarit. Pra, gjuha shqipe është bërë mut. Është një mut hynor, është muti i gjuhës sonë, ne e duam. Edhe unë e dua gjuhën shqipe, por nuk është mjalt. Ashtu na duket neve, ku është mjalta me ëmbëlsë balta në Shqipëri. Nuk është balt, është mut, hynor, gjuha shqipe. Një fjalë monosilabike, mut. Pra, të gjithë këta minoritarët e sotëm që sulmojnë shqiptarët janë fakt lykofron. Kështu quhen në rrethet akademike. Jo turbohelen, por lykofron, sepse kjo rrymë që gjoja ilirët janë të ardhur nga Kaukazi ka lindur me lykofronin për herë të parë. Dinakëria e ujkut, do të thotë. Lykos, ujk, fron, mendje e ujkut, mendje dinake. Dhe ai donte të krijonte një konflikt artificial midis ilirëve dhe grekërve, por nuk i arriti dot qëllimit. Dhe njëherë, ilirët janë helen. Ilirët nuk janë shqiptar, por gjuha shqipe ka elemente të iliristes në gjirin e saj. Nga e diun që gjuha shqipe nuk është gjuhë ilire, do ju sjell argumente të tjera, por argumenti kryesor është që fjalët e trashëguara të shqipes janë më të ngjashme me fjalët në gjuhë slave sesa në gjuhën helene. Gjuha shqipe është gjuhë indo-europiane, por e ngjashme me gjuhët slave. Prandaj ka fjalët kryesore. I ka të përbashkëta me gjuhën serbe, gjuhën polake, gjuhën ruse, gjuhën ukrainase. Për shembull, ne i themi dhëmb, në gjuhën polake i thonë zomb. Është e njëjta fjalë e dhëmbit. E shikoni apo jo? Ne i themi dimën, në gjuhë slave është zhima. Është i njëjti burim. Ne i themi dhëndër, në gjuhë slave i thonë zhenq. Janë të njëjtat fjalë, por me shqiptim të ndryshëm. Z-ja slave i përgjigjet tingullit dh nistor të shqipes. Pra këto janë fjalët e vërteta të shqipes. Nuk janë këto fjalë në ilirisht, nuk i kemi gjetur në toponimet ilire. Pra ilirët janë helen. E sigurt fare. Dhe dialekti epik është folur në iliri, zbulimi im.
Ne nuk jemi i lirë. Gjuha shqipe është mut. Pra, Aristofanes e ka shpikur këtë neologjizëm orikium 200 vjet më herët përpara se sa të lindte poeti Dinak Lykofron. Dhe kështu janë të gjithë minoritarët Dinak, mashtrues, gënjeshtar. Që na urrejnë neve kjo as që diskutohet, na urrejnë për vdekje dhe trazirat e 97-s i kanë krijuar minoritarët, oficerët me origjinë greke në ushtrinë shqiptare. Ata janë kali i Trojës. Minoritarët kanë hyrë në Partinë Demokratike në kryesi, kanë hyrë në Partinë Socialiste në kryesi dhe kanë pushtuar ekonomikisht Shqipërinë me paratë e qeverisë greke, që janë fakt paratë të huazuar nga Banka Europiane. Me paratë të huazuara me përqindje 1%, pothuajse 0, ata kanë arritur të blejnë të gjitha pronat në Shqipëri. E vetmja mënyrë që mund të shpëtojmë nga minoritarët është kjo. Të shtetëzohen të gjitha tokat në Shqipëri sepse kanë qenë pronë e perandorisë turke dhe më përpara pronë e perandorisë bizantine. E njëjta gjë është në Angli. Toka është pronë e mbretërisë, e mbretit. Dhe në Angli mund ta marrësh tokën në përdorim me një kosto shumë të ulët për 100 vjet, por duhet ta përsëritësh kontratën. Të njëjtën kontratë kam unë me gigantin Google. Disa ditë më përpara e kam përsëritur kontratën. Ky kanal nuk është i imi, ky kanal televiziv i përket Google-it. Unë mund të vë filma këtu, por ky është kanali i Google-it dhe bën Google-it ç'të doj me këtë kanal. Këtë gjë ne duhet bëjmë me gjuhën shqipe, me pronat në Shqipëri, me tokën në Shqipëri. Duhet ta trajtojmë siç e trajton Google-i kanalet e YouTube-it. Pra ne mund t'i përdorim kanalet e YouTube-it për filma për Shqipërinë, për shqiptarët, por po deshi Google-i ta mbyll që nesër edhe s'ke asnjë lloj mundësi ta ankohesh sepse nuk është kanali yt. E njëjta gjë duhet bërë me tokën në Shqipëri, se shqiptarët po vrasin një tjetrin kot. Nuk kanë dokumente të vërteta të pronësisë. E gjithë toka në Shqipëri ka përkitur perandorisë turke, më herët perandorisë së Bizantit. Të gjitha shtuqyetërit tregtar të mëdhenj pronar tokash kanë qenë jeniçer turq. E kuptoni apo jo? Spahi turq kanë qenë dhe kanë marrë tokat arbërore ata. Këta janë pronarët e mëdhenj të tokave në Shqipëri. Turq të shqiptarizuar. E gjithë toka në Shqipëri urgjentisht duhet të shtetëzohet, siç ka qenë në kohën e Enverit. Fatmirësisht e shtetëzuar. Në fakt, tokat e Shqipërisë kanë qenë të gjitha këneta që janë çliruar nga uji i pisët i qelbur nga regjimi komunist, me punën e të burgosurve politik. Puna e tyre nuk njihet, turp shumë i madh. Duhet të dhjet atyre të gjithë dëshpërblimi i duhur, për mendimin tim. Dhe duhet shkatëruar Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Duhet të shtetëzohet toka urgjentisht. Ne, lëvizja jon sovrane është për shtetëzimin e tokës. Dhe ti mund ta marrësh tokën nga shteti me qira shumë të ulët për 100 vjet, një lloj si në Angli. Dhe unë e zgjidh çdo lloj problemi me tokën. Unë e zgjidha problemin e ilirëve që janë në grek të gjithë, pushtues të Shqipërisë. Flisnin dialektin epik, nuk janë shqiptar. Përfundimisht, të gjithë ju kanë gënjur, gjuha shqipe është mut. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.